skena tash me rvis është e gjitha e skuqur. E skuqur, e kuqe. E kuqe sa vjen bëhet më hot, më e nxehtë. Ashtu e ndjej dhe unë. Domethënë, je gati ta nisim? Më gati se kaq mendoj se do jem. Je gati? Jam gati. Publiku në këto momente Ervisi bet gati për startin në pyetjen e 14 që shkon në 25.000 euro. Nuk është gol. Pyetja e 14. Piktura me shënimin. Kjo nuk është një lull, megjithëse është vërtet një lull, është e Salvador Dali, Francis Picabia, René Magritte, Georges Braque. Unë kam parë këtë pikturë, kam parë shumë herë. Edhe ishte pyetja që shpresoja të mos më binte, lloji i pyetjes që shpresoja të mos më binte, është pyetje që unë e di që nuk është Salvador Dali. E di që nuk është Georges Braque. Po nuk e di, midis C-s edhe B-s nuk di. E kam parasysh shumë mirë, domethënë është një shkrim. Kam parasysh edhe po midis Francis Picabia dhe René Magrittit. Nuk është e Salvador Dalis, për të qenë 100% i sigurt të e di domethënë. Dalin e heq me 100% siguri. Magrittin René Magritte. Me shumë mundësi duhet të jetë Magritti. Georges Braque, René Magritte, Georges Braque, René Magritte. Kjo është pikturë goxha e vonshme, kjo është pikturë e sigurt që është e pas 30-s me sa e mbaj mend unë. Ka dhe një emër, e gjithë kjo rrymat të bërit piktura kështu me shkrime kam përshtypjen. Një emër që zorë se më vjen tani domethënë. Georges Braque. Po e di që nuk është në një edhe ky Francis Picabia me shumë mundësi nuk është. Se nuk ka qenë fare, ka qenë emri i dëgjuar, nuk ka qenë në një emër kështu. Francis Picabia, René Magritte, Georges Braque. Po mos të humbja 10.000 eurot, 10.250 eurot, do thosha D. Dyshoj tek D-ja, nuk po them përgjigjen përfundimtare. Mirë po, si mund t'ja arrijë sigurinë vetes unë? Qa mund t'heq? Georges Braque. Në shkrimi është i shkruar në formën e një lulle. Tani që e kujtoj domethënë është krijon një lull me shkrim. Edhe shkruan kjo nuk është lull. Shumë interesante. E kam parë, domthonë sikur e kam parë, më ka godit
Pikturën e mbaj mend shumë mirë, domethënë, pikë mbaj mend. Po emrin poshtë pikturës që me shumë mundësi edhe emrin poshtë pikturës e kam lexuar, duhet të jetë kam një dyshim të madh që është i shkruar dhe emri. Brak apo Magritte. Kjo është Magritte. Brak. Jam i sigurt që është midis S edhe D-s. Edhe me 50% shans. Edhe mund vazhdoj. Magritte dhe Brak. Me shumë mundësi është Magritte. Me shumë mundësi është René Magritte. George Brak. René Magritte. Me shumë mundësi do bëhem pishman. Magritte. Brak, Magritte. Por, është një pishman me të cilin Brak. Magritte. Pa sa më shumë e them të Magritte, aq më shumë jam që them dhe përgjigjen përfundimtare në fakt. Për mua nuk është 50-50, për mua është 70-30 do thosha unë. Dhe përgjigja ime përfundimtare është C, Magritte. Publicitet. Rikthehemi sërish në të mbrëmje emocionesh pa fund. Emocionet kanë efekte të ndryshme tek njerëz të ndryshëm. Unë jam moderator mbi një vit i show quizit kush do bëhet milioner dhe pa i fyer sfidantët gjithmonë kanë prodhuar, më kanë dhënë një emocion deri diku mesatar, ndoshta të ndikuar dhe nga fati, që ata ndoshta si ka prirë fati. Dhe në momentin kur kandidati i cili mbriti në 25.000 euro, Edgar Çani, sinqerisht më mbushën syt me lot, fati, dijet, bëhen bashk, dhe ai ngelet kampioni deri tani me 25.000 euro. Ervisi në përgatitje në atë prezencë që bëri javën e kaluar më krijoi me të vërtet një emocion të jashtëzakonshëm me mënyrën se si meditonte, se si e shikonte pyetjen, në mënyrën se si e përgatiste dhe guximin që merrte për të dhënë. Por kësaj radhe mendova se ndoshta diferenca java do ta bënte që të ishte pak ndoshta më fuqishme, edhe pse mund të mendoj edhe anën tjetër. Dhe erën tek përse nuk u troqe? 12.000 euro nuk janë pak, kushdo që tjetë, do më thotë pse? Pse 12.000 euro Ervis? Jo, unë e di se janë 12.000 euro, beso do më thënë. Po si mund t'alije, jo, të lutem, do më thënë, duke mos qenë i sigurt, për çfarë arsye me përsipër, do më thënë, e bëri një zbërthim tëndin dhe qëndrove në fillimit i René Magritte, e ke parë. E kam parë aq shumë atë pikturë. E kam parë aq shumë, e kam parë vërtet, do më thënë, dhe ka bërë përshtypje. Ka një rrym. Pse e përjashtove Francesc Picabia? Kot. Përse e përjashtove? Të them. Sepse në fillim fare, unë nisë dhe the, midis René Magritte dhe Francesc Picabia. Sepse, jo, tani kur ma thu ti, do më thënë,
Sigurisht ai dyshimi sepse fillon i gjallë. dashur, ky nuk është vetëm një kuic. Edhe pse, në të vërtetë është një kuic. Dicitura është e njëjtë me pikturën. Ta përshëndesim me dorëdhëkitje, Ervisi bëri me të vërtetë një histori. Unë të falenderoj nga zemra. Suksese. Përgjigja e saktë do ishte €25.000. Është juaja. Wow! Sepse kam mendimin që duhet t'jesh i çmendur. Jo, Ha? me sinqeritet, domethënë, e kam parë. Shiko, guximin tënd e kam zili. E Shpresoj. kam zili sepse psikologjikisht çdo kush prej nesh që kishte siguruar €12.000, duke qenë i pasigurt për përgjigjen e saktë me fjalë e çuditshme. Bravo. Ore, mos jemi me kampionin e parë të show quizit kush do bëhet milioner. Mos është kjo mbrëmje kaq magjike edhe sot të na dhuroj titullin Ervis Bregu? Shpresoj. E shpresoj edhe unë, besoj. Vazhdojmë? Vazhdojmë. €25.000. Një përgjigje e saktë €50.000. Nuk po ta them fjalën tjetër. Jo. Uroj që komunikimi im në këto momente të jetë me kampionin. Bëhe flak sot këtë sken. Po jam shumë i sigurt dhe qindra dhe mira telespektatorë që ndjekin këto momente janë me emocionet e tua, janë me ty. Publiku i sallës absolutisht. Unë jam mbi 100% me ty. Uroj. Shpresoj dhe unë që mos t'i lani shihet keqe me pyetjen e 15. Shihen e leti. S'ka shihet keqe. Okej. Na jep shihen e kampionit tashmë. Shpresoj t'ja dhuroj të shihet. Shkojmë. Vazhdojmë. Pyetja e 15 për €50.000. Pyetja është: